Sot jeni bashkuar një proteste qytetare që me sa di është njoftuar në rrjetet sociale? Po, njoftimin unë e kam marrë nga rrjetet sociale, i kam bërë shpërndarje edhe nga ana ime nëpërmjet e mi, dhe jemi bashkuar për të mos na thënë që protestojmë vetëm me partitë. Jo, ne i bashkohemi kauzës. Dhe në rastin konkret, unë sot kam dalë të protestoj jo vetëm për fatkeqësinë që ndodhi për shumë familje dursake, por edhe për ata punëtorët komunale apo të punonjësit e shtetit që nuk dalin dot për shkak të frikës apo çfarëdo lloji tjetër. Më vinte keq të shikoja punonjësit e zjarrfikses, sepse aty është lagja ku unë banoj, të shikoja punonjësit e zjarrfikses që i ngelej zjarrfiksja në mes të ujit dhe nuk ndihmonin dot as veten e vet dhe jo më tjerët. Po kjo nuk është faji i punonjësve. Përkundrazi janë për të ardhur keq që kemi përfunduar në këtë drejtë. Ndodhte që ditën e të përmbytjes shkonin na publikonin dhe na reklamonin mbushjen e thasëve të rërës Buzdetit, ndërkohë që këto janë masa që duhet merreshin paraprakisht. Jo më larg se sot në faqen e bashkisë njoftohet për një stuhi të fuqishme në orën 4, ndërkohë që shikojmë që ora 4:30 ka vajtur dhe nuk ka asnjë stuhi. Besojmë që këto janë njoftime që kanë për synim qoftë edhe për çarjen mes popullit, por ne duhet jemi të ndërgjegjshëm që duhet kërkojmë të drejtat tona. Dhe ajo që insistoj më tepër është që kjo situatë të mos përsëritet më. Pra, për mua nuk ka rëndësi të gjejmë fajtorët, por kjo situatë mos përsëritet më. Të vjen keq që sot ka pak banor këtu, pavarësisht se është një protestë që u reklamua se do të kishte një pjesëmarrje masive. Nuk di të them kush janë organizatorët dhe për këtë arsye nuk di të them dhe në lidhje me pjesëmarrjen, di të them që populli shqiptar në përgjithësi tregohet indiferent dhe bashkohet vetëm kur protestat thirren nga partitë politike. Por edhe në raste të tilla, edhe nëse thirren nga kushdo parti politike qoftë ajo, nëse kauza është e drejtë, atëherë secili prej nesh duhet të bashkohet, kushdo qoftë ai që organizon atë. Faleminderit. Asgjë.